Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimet të nësita këmë Allah subhanahu wa ta'ala, të ati përgjom që të lavdoj dhe të rrugoj dokumentin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të përzgjedhur. Ndërtimi i njeriut të aspekti i virtyteve të tij, sjelljes të tij, moralit të tij e kështu me radhë, është shumë i lidhur në ngushtë edhe me zemrën e njeriut. Do të thonë shpesh, sidomos na që kena një kulturë, ndoshta para se më kon fetar një kulturë të trashëguar, shpesh këtë punën e sjelljes e shohim është puna e komunikimit ose është puna e sjelljes që shifet. Por nuk e shohim se virtyti dhe morali ka të bëjë me pjesën e zemrës. Për arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë na ka edukuar që një pjesë të moralit me e ndërtu në bazë të, domethënë, ndërtimit të zemrës. Dhe sot moralin që kena me marr, virtytin që kena me marr, është pastër çështja e zemrës. Është pastër çështja e zemrës. Mirpo reflekton pastaj në shumë aspekte të sjelljes. Reflekton shumë aspekte të sjelljes. Morali quhet kësaj: mos lakmimi i asaj që e posedojnë të tjerët. Mos lakmimi i asaj që e posedojnë të tjerët. A ka logjik kjo më kon moral? Ka logjik më kon moral. Se ti kur nuk e lakmon atë që e posedojnë të tjerët, sjellja jote në raport me të mirat që i kanë të tjerët është tjetër. Nuk është sjellje prej xhelozi, nuk është sjellje prej inatçori, është një sjellje e njëri domthonë të formumim. Saktësisht do të më pas kusht që nuk kena të fol për hasedin, nuk kena të fol për zilin, nuk kena të fol për inatin. Kena të fol thjesht domthonë mos më lshu syn të mirat të tjerëve. Nuk ty Allah të ka dhënë diçka, dikujt tjetër i ka dhënë diçka tjetër. Saktësisht Allah subhanahu wa taala e ka ndreq edhe e ka ekuilibruar jetën e kësaj dhunje kësaj. Domthonë ti shikon krejt njëjtë, a kish funksionuar jeta? Nuk kish funksionuar jeta. Se fjala bie për shembull nëse i shikon krejt të pasur, kush i kishte shërbyer të pasurve? Nëse kur s'kish pas nevojë për tjetrin. Po dikush është më i pasur, dikush është mesatar, dikush është më i dobët edhe ndërtohet domethënë edhe ekuilibrohet. Fjala bie për shembull nëse na kena nevojë për një diçka, na nuk shkomi me ble ata me një shtet tjetër. Pse nuk shkomi? Se një tregtar ka nevojë për lekët e tona, edhe ai shkon e blen edhe na i shet neve. Edhe na kena nevojë për shërbimin e tij. Domethënë ai kur fiton, ai është në shërbimin ton. Se ashtu Allah e ka bëu domethënë jetën. Thot Allah subhana, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum. Thot Allah i ka bëu disa njerëz me qenë sipër të tjerë, domethënë më të arrirë ose më suksesshëm. Thot që kështisoj Allah subhanahu wa taala më i vën njerëzit në sprovë. Allahu t'i jep diçka për me pa ti si po e vepron, apo je i ndershëm, apo je i saktë kështu më. Sigur se thot Allah subhana, e kena bëu kët domethënë dallimin mes njerëzve, thot liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Thot, sepse në këtë formë, duke dalluar njerëzit, ne i kemi vënë në shërbim të njëri tjetrit. Ne i kemi vënë në shërbim domthonë të njëri tjetrit. Sigurisht Allahu i ka dalluar njerëzit edhe në furnizim. Wallahu, thot Allah Taala, thot wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq. Allahu i ka dalluar njerëzit kundrejt njëri tjetrit edhe te çështja e furnizimit. Kështu që aty ti ku je, çaty ti je veçantë. Çaty ku je, ti je veçantë. Edhe Allahu të ka dhënë shumë. Çaty ku je i veçantë. Dhe nuk do të më i majt syn tek të mirat e tjerëve. Për shembull, Allah subhanahu wa taala dikujt i ka dhënë shumë autoritet, po ndoshta si ka dhënë shumë bukuri. Dikujt Allah subhanahu wa taala i ka dhënë bukuri, po si ka dhënë shumë pasuni. Dikujt Allah i ka dhënë pasuni, po për shembull nuk i ka dhënë diçka tjetër. Kështu që diçka ki, diçka të mungon. Ku mundesh mi pas krejtat? Vetëm në xhenet. Në dunjë nuk mundesh mi pas krejtat. Në edhe me pretendu njëri që i ka krejtat nuk është e pamundur. Nuk është i qartë? Edhe me pretendu. Fjala bie për shembull ndoshta krejt i ki, po ndoshta diçka në fizikun tan mungon që domethënë realisht ti nuk je në plotësinë që ti synon. Ose në shoqëni, ndoshta Allahu krejt i ka, po ndoshta nuk i forcë me kriju miq rreth vete. Apo ose ndoshta krejt i ki, po ndoshta nuk je rahat me diçka të caktuar. Domthonë është e natyrshme në jetë me pas diçka mungesë. Është e natyrshme. Çashtu Allahu e ka bëu këtë dynjë. Ku është veni i përsosërisë? Kur gjë nuk mungon, është domthonë në amshim, në një dimension tjetër, që domthonë në xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Kështu që na jena të edukuar, porositëm për Allahut edhe pejgamberin sallallahu që mos me lakmu tjetrin, mos me lakmu atë çka kanë të tjerët, për arsye se kjo ta prish rahatin jetë. Kjo ta prish rahatin jetë. Thot Allah subhanahu, "Ala tamudanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat al-hayati ad-dunya linaftinahum fi." Thot mos ja lsho syt. Nuk thot mos lakmo, thot mos ja lsho syt asaj prej të mira dhe piknatësive që ju kena dhënë pabesimtarëve, thot se ja u kemi dhënë për mi vënë në sprovë. Ka njerëz
Në moment që kanë shumë të mira, nuk mendojnë që do të më bëjë gati për ahiret, nuk mendojnë që do të më bëjë gati për takimin me Allahun, nuk mendojnë që ka xhenet, ka xhenem, apo tu udhon mas qefeve, mas dëshirave, domthonë e me harrojnë domthonë ditën e gjykimit. Ti tu e shikuat, tu e vëzhgu jetën e tij, tu e përcjell ndoshta për shembull na për vloga, na për chanella, çka ndodh? Ngadalë domthonë nis me harruti se në fakt ajo është u sprovu. Ai është duke u sprovu edhe në fund është duke rreziku xhenetin e tij. Edhe mundet më konë në një destinacion të më thonë përhershëm në zjarmin e xhehenemit. Thotë Allah subhana, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dhe ju mos e shpresoni, mos e lakmoni në diçka që e kemi dallu dikë kundrejt dikujt tjetër. Për shembull, Allah subhanahu wa taala me disa dispozita i ka dallu burrat kundrejt grave dhe me disa dispozita i ka dallu gratë kundrejt burrave. Do të thonë secili do të menit te natyra e vet, te dispozitat e veta, te ato veçantit që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Kjo është shënimi Muhamedi, Imam Buhariu Muslimi për Buhariu, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë leysa al-ghina an kathrati al-arad, walakin al-ghina ghina an-nafs. Nuk është thotë pasuria të pasurit e shumt, me pas shumë, thotë pasuria është pasuria e shpirtit. Pse është pasuria e shpirtit? Se sa shumë njerëz kanë shumë, po pilakmies jetojnë si të varfër. Gjithëra e ka një diçka, po lakmon një diçka tjetër. Ndoshta një diçka shka për ndoshta dikush punon 10 vjet me pas një diçka, apo me zotru një diçka, ndoshta ky e bën për një javë, ama për një javë i del piçefit. Se është lakmitar prap domthon diçka tjetër, diçka edhe më të shtrenjtë, diçka që s'e ka kurkush, diçka që ka pa në internet, diçka që e ka dëgjuar se ka të filani e ky alo se ka bë. Kështu që pjesën që ndoshta krejt shoqënia vet kishin pas shef me pas, ky e ka po nuk e shijon. Nuk e shijon sepse domethënë është duke lakmu tek domethënë tjetri për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, sikur është shënimi Buhariu Muslimi dhe Imam Ahmedi pe Hakimin Hizamit, i ka thënë Hakimit inna hadha al-mal khadiratun hulwa, ka thënë dije se kjo pasuni e pasmja, kamja është e gjelbërt edhe amël, me pas këtë njerëzit kanë qef. Thotë faman akhadhu bi sakhawati nafsin burika lahu fi. Thotë kush e mbrin një qef, kush e mbrin një pasuni, kush e mbrin një dëshirë, mirë po e mbrin me shpirt gjan, thot il jep Allahu bereqet. Ngone që këta ditë me vëmendje. Thot kush e arrin një qëllim, e arrin një pasuri, e arrin një sukses, e arrin një karrierë, ama e arrin me shpirt gjan, Allahu jep bereqet. Thot wa man akhadhahu bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fi. Ndërkash kush e merr tu lakmu shumë, Allahu nuk jep bereqet. Don e mbrinë po e mbrinë. E ki synu për shembull një veturë, e ki synu një shtëpi, e ke synu një pasuri, e ke synu një sukses, edhe Allah ta ka mundsu me mri. Ama ta ka mundsu Allah mësi Allah e ka patë ti që je shumë i flakt, shumë lakmitar për me bu. Ta jep, ama nuk t'jep bereqet. Që i bie domthon e ki, po nuk e gëzon. E ki, po nuk e gëzon, thot kelladhi ya'kulu wa la yashba. Edhe bën sikur dikush i cili ha, po nuk ngopet. Njerëzit kur han për me hek urin, apo? A i shkon në rregull me hëngra mos më ngop? I shkon smuja e pastaj. Krasu janë njerëzit që kanë, po janë lakmitar, ata janë që hajnë po nuk ngopën. Ndërkohë njeri i cili nuk është lakmitar edhe kur në gjendje të pakët, është i ngopur për arsye se, domethënë Allahu i jep bereqet domethënë atë. Kështu që kjo lakmimi i asaj që e përdojnë të tjerë, i ka dy rreziqe të mëdha. Rreziku i parë është që të humbë bereqeti. Këta ti po si rahat, këti ti po nuk je i lumtur. Këta ndoshta mundesh mi pas, po ndoshta nuk i gëzon, madje harron që ki do të mira. Sigurisht se domethënë e krijon vesin edhe smujën e pangopësisë. Kjo është smujë e madhe. Më koni pangopë njeriu me pas grykësi që nuk ngopët, domethënë shumë smujë e rrezikshme. Pasi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith që shënim Buhariu Muslimi pe Abu Sa'id al-Khudri ka thonë: "O men yastaghni yughnihi Allah." Thot kush tregohet i pa nevojë për të tjerët, nuk i alshon syt njerëzve shakan, thot Allahu këtë njeri e pasuron. Allahu këtë njeri e pasuron. Domethënë ti e tregu që nuk jam unë lakmitar, nuk i kam syt shakoj, kjo. Allahu këtë njeri pastaj domethënë e pasuron. E shënon Ibn Majah, Imam Newawi thotë që hadithi është hasan për Sahel ibn Sa'dit, ka ardhur dikush që ka thënë ja Rasulullah, që ky hadith është baza që ti kapitoj. Thotë ja Rasulullah. Ama tregon një vepër të mirë, një moral të mirë, një sjellje të mirë. Nëse unë e kam, do edhe Allahu, dojnë edhe njerëz. Do edhe Allahu, edhe dojnë njerëz. Edhe kjo që po thotë dojnë njerëz, këtë njerëz, besimtar, pa besimtar, njerëz ndershëm, pa ndershëm, krejt e dojnë çka të lloj njeri. Çka është? Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Izhad fi dunya yuhibbuk Allah." Mos i lëshosh sy dynjas, Allah ka më dash. Mos i lëshosh sy dynjas, Allah ka më dash. Thotë wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuk an-nas. Thotë mos i lëshosh sy çka kanë njerëz, kanë më dash njerëz. Mos i lëshosh sy çka kanë njerëz, kanë më dash njerëz. Pse njerëz domethënë e dojnë një njeri çka nuk i lëshon sy çka kanë ata.
Thot Hasan al-Basriu, thot do të vazhdosh të jesh i çmuar dhe i shtrenjtë tek njerëzit, për edhe vazhdojnë njerëzit me të respektuar, me të nderuar dhe me të konsideruar njëri me vlerë, thot përderisa nuk e këshyr shekan atë në dorë. Do të thonë, nëse ti e keni shok, edhe gjithashtu sa s'është rahat, pse Allahu t'i talla çka. Është sikur nuk është, domethënë lakmon ti ket jetën tonë, të mirat e tua, familjen tonë, pasurinë tonë, apo e vren që ky nuk është domethënë në shpirt gjon. E vren që ky nuk është njëri që meriton respekt. A është qartë? Edhe nisë mos me pas më respekt për këtë njeri. Apo Ames Hasan al-Basri po thotë, nëse ti thotë ju shfash njerëzve një lloj injorimi, jena shok, jena miq, jena të afërm, po nuk e këshyri jetën tonë, e këshyri jetën time. Me informimi fiton respekt domethënë të ata njerëz, thotë përndryshe thotë nëse e shohin njerëz që je lakmitar, po e këshyri jetën e tyre, nisin me të urrejtë dhe mos me të respektu. Sikurse ka ardhur dikush edhe i ka thonën, u kompi banorëve të Basrës, edhe është pyet nga dikush, kush është njeri më zotnia te jo? Kush është në Basra më zotnia? Ka thonë është Hasan al-Basriu. Ka thonë pse është më zotnia? Thotë na krejt kena pas nevojë për dinë e tij, ai si ka këshir domthonon pasuritë edhe dynjana edhe të mirat që na i kena. Ai s'ka pas nevojë për neve. Sa herë që në jetë ti nuk ke nevojë për tjerë, nuk lakmon tek tjerë, ti je manalt. E kur je manalt si edhe jote o tjetër. Kur je më poshtë ti domthonon sjellën e ke më tult. Edhe rrjedhimisht domthonon shfash sjellën të lakmitar. Për arsye, Ejub Sikhtiani ka thonë, njeri nuk mundet mu bë burr për një me. Mu bë njeri fisnik, njeri me karakter të fortë, këtë pa i pas dy cilësi. Cilësia e parë me, domethënë, me ja u fal njerëzve gabimet, mos me ja u përmend njerëzve gabimet, edhe cilësia e dytë, domethënë, mos me këshyr shekan njerëz. Cilësia e dytë, mos me këshyr shekan njerëz. Nuk mundesh mu bë njeri i madh, nuk mundesh mu bë fisnik, nuk mundesh mu bë burr, pa e pas domethënë që kjo të cilësi. Është një fjalë dikujt prej domethënë njerëzve turp, i shkon shumë mirë me majt me pikë kësaj ligjate. Thotë kështu: "Silmen shi'ta fa anta amiru." Thotë bani njerëzve mirë, sa ati që i ban mirë ti je princi i tij. Bani njerëzve mirë, sa ati që i ban mirë je princi i tij. Thotë "Wasalmen shi'ta fa anta haqiru." Thotë nëse ju lyp njerëzve, je më poshtë se ata. Nëse ju ban mirë, je më lart. Nëse ju lyp, je më poshtë. Wastaghni amman shi'ta fa anta nadhiru. Edhe bëhu i pa nevojë për njerëzit, ti barazosh me njerëz. Ti barazosh. E para, bani mirë, je më lart. Lyp jo, je më poshtë. Bano që s'ki nevojë për njerëz, barazosh. Shkebe që ke barazosh, domethënë, që tash ti më tar një mbret. A më thon, unë kam çeket, unë kam çeket. Ti thotë unë s'jam tu lakmun tuat. Ne në barabar. A është e qartë? Qysh barabari është mbret, ti nuk je mbret. Po unë jam tu sill sikur më kon barabart. A është e qartë? Domethënë nuk e kam lënë e përsinë e tij me kriju ndjenja të poshtërsisë edhe të ultësisë. Unë domethënë jam i barabart me ty. Unë s'kam kurrë nevojë për atë çka ti e ke. Kush e ka këtë sjellje domethënë prej burri, prej krenari, prej fisnikut, ai që nuk lakmon. Ama isha lakmon? Ai nuk mundet. E kuptot? Për arsye, e morëm si pyetje e cila e përmbledh domosdoshmë temën. Cilat janë frytet e mos lakmimit të asaj që posedojnë njerëzit? Nëse ti e ke çka cilësi, çka fiton? Cilat janë frytet e mos lakmimit të asaj që e posedojnë njerëzit? Përgjigja: mos lakmimi i asaj që e posedojnë njerëzit ka si fryte e para dashurinë dhe respektin e njerëzve. Nëse do me dash njerëz, me të respektu, veç mos lakmon atë çka e kanë. Apo? Dashurinë dhe respektin e njerëzve. E dyta, rahatin në vetvete. Rahatin në vetvete. Një njeri që nuk lakmon, është shumë rahat. Ai nuk është domethënë i trazum, ai nuk është domethënë i dalldisun mas në diçka të kot. E dyta është rahatia në vetvete. E treta është bereqeti në atë që e gëzon. Bereqeti në atë që e gëzon. Domethënë ti në dynjë nuk merr më shumë se sa ka shtyt Allahu. Apo? Nëse më merr më shumë se na ka shtyt Allahu. Mirë, po çfarë që ne ka dhënë Allahu? A kena bereqet në ta, nuk kena bereqet. Si për shembull po më thjeshtu konceptin e bereqetit. A ndodh ndonjëherë për shembull flet 8 orë, po je i lodh. A ndonjëherë flet 4 orë, po je i pushushëm. Apo? Tash me këshir me orë, kur i çdosh më kontim i pushushëm? Kur i kon 8 apo kur i kon 4? Po realisht kjo ka pas bereqet, kjo s'ka pas bereqet. A kuptot? Shumë bereqeti është shumësia e të mira, kur Allahu ta bën i të mirë me bollok. Në Allahu ta mëson ndoshta një shok ka më shumë i bereqetshëm.
kur s'ki muhabet keq me të, ndoshta kur nuk i e moment që të le, domethënë mu vetmu, mu mërzit e kështu me radhë. Mundesh me pas 10, po pa bereqet. Çdo mbaki pak ditë ki probleme ose lëndohesh se ndoshta të thot një fjalë të rëndë që të bullizon ose ku diun çka. Domethënë, nëse nuk lakmon të tjerët, Allahu të shlën bereqet në atë çka domethënë e ki. A kena shembulltyra prej sahabëve që janë konën që nuk kanë lakmuar atë çka kanë njerëzit? Dy shembulltyra. Shembulltyra parë është Abdulrahman ibn Aufi. Abdulrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu konë sahabë më të pasur në Mekë. Mirë, po kur ban hijrat i bie që e le këtë pasunin në Mekë. Apo? Edhe kur vën Medinë vën zero, s'ka kur gjë. E shënon Imam Buhariu për Enesit radhiyallahu anhu, thot kur ka Abdulrahman ibn Aufi, Medinë thot e ka vllaznu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abdulrahman ibn Aufin me Saad ibn Rabi'. Saad ibn Rabi' u kon Medinas, u kon i pasur. Edhe ky thot Saadi, i thot Abdulrahman ibn Aufi, thot po thot Allah më ka dhënë shumë pasuni, apo? Pejgamberi sallallahu alajhi na boni vllazni, se ti jarta shpijëri, ki bëj xhrat, e ki lënë vendin tan për shkakun e fesë. Thot po e ndoj për gjysmë pasurinë time. Gjysmë për marrën, gjysmë merr atë. Amma Abdulrahmani u konon burr i madh, s'u kon lakmitar. Thot jo, Allah i dhash bereqet në pasurinë tonë, ka zëm kohë tregu. So ndal janë nisi baj tregti, janë nisi pin zarra dha pet baj. Është qartë? Edhe pastaj para Abdulrahman ibn Aufi u bë më i pasur në Medinë. Pse u bë më i pasur? Se s'u kon lakmitar. Ai është lakmitar, ai punani, merr sebepët, munohet, është i sjellshëm, nuk shyr me fitu shpejt, nuk shyr me fitu me hile. Apo? Edhe pin zarra e ka nis, po prap domthonë ka dalën i suksesshëm. Abdulrahman ibn Aufi nuk e ka bë sjelljen e lakmitarit, për shembull. Alhamdulillah merr një shansë mirë, gjysë pasunit tjetër. Allah i dhash bereqet, s'kam nevojë. Kallzom ka tregu në dalë edhe, domethënë punoj. Shembulli i dytë është Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu u kon pi sahabëve që u konën kandidat për të bërë halifi i muslimanëve. Për të bërë mbreti i muslimanëve. Mirë po s'ka lakmuar këtë punë. S'ka lakmuar. E shënon Imam Ahmedi Imam Muslimi për Amir ibn Saad, për djalit vet, që një herë ka ndodhur që ai ka ardhur djali vet, ndërkohë që Medinë janë kon tu bisedu kanë me bën mbret, ky vend të baba i vet edhe i thot çysh ti po rri këtu me periferi me një, si më thon me shku me një vill, thot po rri këtu me deve, po rri me kafsh, që dal në natyrë, a njerëz janë tu bë mohabet atje për me bë mbretin, kush më bë mbret, kush më bë halife, ndërkaq ti je më meritori, edhe për më u kon meritor, më bë halife. U kon kandidat potencial prej 5-6 propozimeve. Edhe pastaj i thot largomu, edhe i thot e komuni për amen, sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniya al-khafi. Me vërtet Allahu e don një rob që është i devotshëm, është i pasur në shpirt, nuk është lakmitar, edhe është domethënë i fsheft, nuk shyr gjithherë veç mu shfaq, mu ekspozu. Saadi ti shkon lakmitar. A kish bëu çështë? Nuk kish bëu, mu ka hinë histori si njëri i madh. Se nuk ka kon domethënë që cila do mundësi që ju ka shfaq një jetë, ka lakmu masaj edhe, domethënë ka ngajt. Tash, ku lidhet që kjo, moral i zemrës kjo? Kjo moral që ka të bëjë në zemër. Ku lidhet kjo në sjellje? Po janë 10 sjellje që ti prish lakmia. Janë 10 komunikime me njerëz që i prish shoqëninë, i prish nesër ndoshta familjen, nesër e ku diun çka, është këtë lakmia. Ti je veç qetësohesh te çka pjesa e zemrës, e ki pastaj edhe sjelljen me len Allah subhanahu wa taala, sjellje më të mirë. Lutë Allah subhanahu wa taala më udhon këtë cilësi, ju duhet shumë në jetë. Edhe në mungesë të kësaj cilësie, edhe më konë shumë devotshëm, nuk mundi me jetu të lumtur. Njerëzit që lakmojnë shumë, nuk janë të lumtur, edhe nëse shtiren si të lumtur. Sepse domthon lakmia, kanë thënë selefi, është fukarallëk i përhershëm. Lakmia është fukarallëk i përhershëm. Njëri që është lakmitar, ai gjithë nuk ka. Gjithë do t'i mungu diçka. Se gjithë do t'u lakmu diçka që akoma nuk e ka arrit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.